qyteti model, kjo është çfarë unë kam studiuar, sigurisht ka shumë qytete, ka shumë shkolla planifikimi që janë referenca, janë baza teorike dhe këtu do filloj që nga shkolla e planifikimit në SHBA, por për të ardhur në Europë, një nga qytetet më interesante që ka planifikimin urban në zemër të tij që në fillesat e veta si qytet është Barcelona. Është projektuar që në fillim si një qytet nga një planifikues urban dhe aty ne kemi dhe atë urbanistikën si fjalë të rikthyer dhe të përdorur ku Ilfonso Cerda, që është arkitekti dhe planifikuesi i Barcelonës, arriti në 150 vjet përpara të projektojë një qytet që është i përshtatshëm edhe sot. Pasi ndërtoi parimi bazë i tij ishte të ndërtonte një qytet që kushdo të kishte oportunitet të jetonte, dhe të varfrit dhe të pasurit, të kishte një lloj barazie mundësish, jo barazie sociale, pra në diversifitet, pra në shumëllojshmërinë e ato ngjyra që ka shoqëria, ai arriti të ndërtonte një qytet që të jetonte në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme politike, sociale, ekonomike, dhe sot e kësaj dite është një qytet mjaft i suksesshëm për sa i përket cilësisë së jetesës. Dhe kjo fal një planifikimi shumë të largpamës, do thoja, nga vetë planifikuesi, që Barcelona pra ai si projekt dhe si koncept është i 1800-s dhe i hemi sot në shekullin 21 që funksionon dhe sot, edhe pse në çdo moment çdo ndërhyrje që mund të bëhet në qytet bëhet për ta rifunksionalizuar, jo sepse ka dështuar si qytet, por për ta përmirësuar dhe për ta upgraduar, dhe Barcelona është model për sa i përket cilësisë jetesës si qytet.